Se çfarë mendoni ju, ata nuk janë njerëz, nuk jetojnë në këtë Shqipëri, çfarë janë ata? Nga Kanarë, nga qielli Kanarë, këtu jetojnë. Por ne jemi shqiptarë dhe opa, ndryshoj pllak, po më fal vëlla, po nuk e kisha unë, presioni, tensioni, çfarë presioni, ku më interesua tensioni? Mua më kalbën në burg kod, më kush jeti të më fuzësh ti në burg se do presion nga te. Mos e merr fare, hiq dorë ti. Vjen tjetër, po ja mbajt atë tjetër. Prandaj them tek populli i dashur, mos u deni nga ideja që po pastrojnë Shqipërinë, se në fund fare po bëjnë atë plaçkitjen që ju të ikin nga Shqipëria të gjithë dhe në fund fare kur të futet këtu serbi, pastaj mos të çoni fajin te Bashkimi Evropian, as te Bashkimi Sovjetik, sepse ju a kanë bërë gati që të vi serbi, nuk vjen asnjëri që ke komshit, do të vi ai që ke matan. Dhe serbi po të erdhi këtu, do të jetë kanosja më e madhe që të bërë ndonjëherë. Prandaj këto po bëjnë, këtë punë po bëjnë. Po e dobësojnë institucionet kushtetuese, po dobësojnë çdo gjë dhe kur të vi avioni nga Serbia në Shqipëri, ju a them unë pastaj çfarë do ketë turist, do ketë brenda, apo do ketë në Putin edhe të na bëjnë një vizitë këtu. Se di, vetë për të parë. Prandaj mos u deni nga ideja do pastroj. E di që do bëj, të pastroj kështu. Hajde, më di mos kështu. Gjykata kushtetuese se shiko, Dumanit jemi vërtet, them të vërtet. Në rast se mendon që nga prokuror që e ka rritur, sa ai tani në brenda vetes ka shumë vetbesim, e kupton? Do të pruar, për shembull ai jam i bindur që ai edhe Zoti mund ta arrestojë nga besimi i tepruar, e kupton? E them me informacion kështu 100%. Ai mendon akoma dhe Zoti mund ta arrestojë. Prandaj ne I themi ulu komot në tokë, se është e mirë për ty. Dhe I themi, në rast se do të bësh deputet I Partisë Socialiste, po Rama të pranon. Në rast se pretendon për shkak të arrestimeve që ke rritur stekën të bësh kryetar I Partisë Socialiste, ti marrësh karrikën e Ramës, duke arrestuar Ramën, mbaj mend që Rama do të bëjë model si prokurorja e Maqedonisë që e kalbën në burg atë. Prandaj I themi Zotit Dumani, ruaj veten, mos u bie viktim, lëshoje penin sepse manuali Partisë Socialiste është manual Partisë Komuniste. Nuk po ta themi për të keqën, lësho pe, edhe për Berishën, edhe për Metën, edhe për Velien, lësho pe, se në fund fare ai do të bëj statistik, dhe për të bërë statistik ti nuk ke të shpëtoj ai Blinken që bëre atë foton e famshme, se në atë foton e famshme dështove edhe ti I dashur Altin, po edhe kush tjetër, Yuri Kim doli në parakohe nga puna, po si dalin këta parakohe nga puna, përse kaq papunësi paska në Amerikë, prandaj I dashur Vaça kishte për të dhënë ajo, prandaj dolin pension. Edhe puna është shumë. T'ju pastrojmë pak I nderuar. Si do pastrojeni? Do lucidoheni? Si është lucidimi? Prandaj të dish të vërtetën ti edhe opinioni publik që na ndjekin, unë e them shumë qartë se Zoti Dumani është futur në kurth. Uroj me shumë dashamirësi që ai të shpëtoj nga kurthi dhe të shpëtoj mirë me shëndet të plot dhe mos të bëhet statistike Edi Ramës. Kush e ka futur në kurth? Administrata Biden, Yuri Kim, Edi Rama. Pra ju po thoni që po thoni që lidhjet me Soros është në kurth. Uroj që ai të shpëtoj në mënyrë të drejtë nga kurthi që është kanosur, që është vendosur, që të bëjë ai histori brenda një institucionit SPAK. SPAK-u është krimet e rënda. Vetëm është ndryshuar vetëm tabela. Pra atëherë që prokuroria e krimeve të rënda, sot quhet prokuroria speciale, kështu thjesht tabela është ndryshuar, po mentaliteti është njëjtë, shqiptar janë ata. E kupton pllaka kështu. Po me vizitën, po. Dumani mund të arrestojë edhe plumbat, edhe zojt, edhe njerëzit, edhe kafshët, edhe Zotin po deshi, por ta di që jemi shqiptar dhe jemi shqiptar. Nuk kemi europianë, nuk kemi civilizuar kaq shumë që hajde more se bëra dhe unë hajde mbaroj. Jo, jemi shqiptar. Dhe manuali 1944 nuk është kod. Partia Socialiste do ta bëjë Dumanin që ta mendoj edhe një herë pse arrestoi Velien. Jo pse arrestoi Metën Berishën, këto lere nuk kanë punë. Por Dumani do ta kuptoj çfarë gabimi ka bërë që ka arrestuar Velien, një kjo,
Dhe dyta që ka lejuar që Partia Socialiste të marrë kaq shumë mandate. Se Dumani ka bërë këtë gjë. Avokat. Pra, Dumani shkonte, Dumani na arreston ne, po nuk arreston kurrë ato të Partisë Socialiste. Pse? Sepse me ata bën punë. S'bën me ne. E kupton? Pra, Dumani arreston Metën sepse do të jetë mirë Edi Rama. Arreston Berishën sepse do të jetë mirë Edi Rama. Jo sepse do të vi klasa e politike, sepse më dëgjoj bardhë po ta them me sinqeritet të gjë. Në rast se Dumani do punonte për të ardhur një elitë e re politike, në 11 maj nuk do kishte lapajn dhe qorin dhe shenjë nga të merrshëm me zor nga një deputet. Pa do kishin triumfu nga kaq arrestime që kanë bërë këta 20 shenjtorët e Spakut. Që nga tabela krimet e rënda na bën kështu si ato gratë, si ato nga krimet e rënda na bën spakista. Më kupton? Pra, nga krimet e rënda është ajo që të lëviz dora ndonjëherë kështu, e kupton? Në jetë të dorë në vla dhe është problem. Prandaj them që ata kanë të njëjtin mentalitet, kanë të njëjtën konfigurim, nuk ndryshojnë ai gjë. Dhe prandaj them unë që është në kurth. Zoti Dumani është në kurth. Uroj mos të bie në kurth edhe pasardhësi i tij ose edhe jo që do jetë nuk e di kush do jetë. Në Spëndërmenin tjetër ku e di unë, zoti na rujt se me këta çfarë dëgjojmë. Po me vizitën e tij të fundit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai ka shpëtuar këtij kurthi Dumani dhe çfarë urdhrash apo porosish ka marrë? Jo, i tham zotri, ti bë detyrën tënde, ti bë atë që duhet të bësh, që e kem vonuar shumë, nuk e hetuar ashtu siç duhet, dhe ajo që më vjen keq që kanë thënë, është që ti zotri nuk e kuptuar të vërtetën, çfarë? Nuk e hetuar krimin organizuar dhe të kanë futur në kursin duke marrë politikan duke i futur në burg. Po për ne nuk është statistik fut politikan, sepse presidenti jon, e kupton çka kanë thënë, shiko çka kanë thënë, shqipja kanë thënë. Presidenti jon, para se tua bënte president, administrata Biden që ti bëhe foto në dhjetor me Blinkenin, i bëri procedime penale dhe i rrasi nga 1000 akuza. Edhe çfarë bënte shotiste nga një prokuroritet tjetra, po nuk e futëm në burg. Ju pse fusni kundërshtarët politik të Edi Ramës në burg? Çfarë? Të kënaqeni ju që Rama t'ju vendos statistik? Kështu i thanë. Edhe kjo është e vërteta. Këtë gjë i kanë thënë. Pra, ne jemi vend perëndimor, ne jemi vend demokratik dhe ju jeni bërë vend sovjetik. Zoti Dumani, kujdesni, çfarë po bëni? Keni hetuar këto grupe kriminale 1, 2, 3 dhe vetë ai s'ja kanë thënë. Keni hetuar që arrestoni njerëz publik? Pse i arrestoni? Pse i fusni në burg? Pse? Se janë kundër jush? A pra ju përdor një manual që të burgosni njerëzit, na intereson, s'na intereson, ne i fusim në burg thjesht sa për t'i uli në marzhin. Kundërshtarët politik po njësoj. Pra, zoti Dumani, jeni prokurori speciale apo jeni prokurori partjake? Ja cituan aty në tavolinë, ja thanë. Ajo se di a e piu çajin ose piu kafen, këtë nuk e di. Se nuk e mbaj mend tani çfarë ishte, çaj e kafe, nuk e di. Por ajo që ishte e sigurt që ai piu ishte ujë. Dhe jo një shishe, jo një gotë, 3 gota të mëdha. 3. Sepse ku shkon atje, nuk është si për shkon për shumë prokurorin speciale këtu, e kupton? Sa ai është vetë zot, vetë shkop aty, vetë kontrollohet, vetë korrigjohet, vetë flet. Pa atje, ja, zotëri atje, vetëm kur futesh e ke djersë kështu. Thjesht merr ato pecetat dhe thjesht pastrohet, bën një pastrim të vogël. Prandaj nderuar, duhet i themi opinionin publik, vajti i thanë, ndalo burgosit politike. Largo vëmendjen te ajo që bëre, ishte masakër sepse kështu na bëri administrata Biden për Trumpin. Donte të fuste Trumpin në burg. Dhe çfarë bëri gjyqtari? E dënoi thjesht sa për sy e faqe në Amerikë. Po ju çfarë gjyqtar keni që kanë 30 mbiemra, i tha. Ju mendoni se ne nuk marrim informacion çfarë bëni ju? Ju keni dëmtuar demokracinë shqiptare. Amerikanët kanë investuar. Ju e keni dëmtuar. Këtë i tha i nderuar. Dhe dalë zoti Dumani dhe na përgjigjenishtroi. Dhe dalë, së shumë doja dhe unë t'i them unë, po ora kaq minuti, kaq seanca, kaq çfarë ju tha zoti Dumani?